Eliona e ka nxirr Bluff Labin, madje mujna me thonë një farlloj palimin vetvete ka po, kështu në klipin pastaj folim. Qërë ka pjëthon, Labi e ka lexuar një lajm në internet që Eliona u kun si 13 vjeçare që e tha publikisht në kërkim policisë, edhe është shumë e vërtet. Okej. Labi e ka pështjellë veç mrapsht se Labi ka thonë unë kum ik prej familjes, kurse unë kum ik prej familjes gjermane për me shku te familja jeme. Kështu që Labi po vjen shumë mirë se ti e ke qatim, se unë jam shumë krenare me agjas. Edhe sot e 10 vjet me pyet a e kishe bu prap, po e kisha bu edhe një herë. Edhe me qëtë moshë e kom qëta. Labi te Eliona ka bo gabim të madh për menin tamin. Ordo është me kuptu qartë që me qëtë story veç djegesh. Është kesh kuptu shumë raporti policisë edhe i ka bo shumë njerëz me menu besej që edhe Labin që qashtu ka ndodhë. Për Elionën ka mjaftu shumë material me fol për sa në tjera, po jo për këtë story. Është story e ndishme, përfshi edhe mram, ja ka përmend edhe nanën e gjana tjera. Menoj që përveç kërkim faljes, Labi duhet mu të rej komplet për Elionës. Eliona momentalisht në atë shtëpi nuk është që ka shka më marë, po ka fillu sot shumë vrëll, shumë me lujt, nështë tani mundët njëri me pas shka me fol me ta, po jo në qëtë pjesë. Që kjo pjesë do duhet mu të rej komplet se është shumë e rëndë.